kirurgu që të operon me gishtat e këmbës. Doktori Francesco Buccio aso kohë ishte 27 vjeçar dhe ndjente veten shumë pranë realizimit të ëndrrës së tij për të bërë një mjek kirurg. Ishte shtatori i vitit 1985 dhe doktori u ngjendej në katin e 5 të spitalit Mexico City. Në një moment, një tërmet i madh shndron qytetin dhe godinën e spitalit në gërmadha, duke korrur me mijëra viktima. Doktori mbetet në gërmadhat e spitalit, nën errësirën e gërmadhave dhe nën rënkimet e të plagosurve rënd. Francesco erdhi në vete dhe pa që një nga kolonat e spitalit i kishte zënë dorën e tij të djathtë. Ishte e pamundur ta tërhiqte dhe ta nxirrte që aty. Ai e dinte shumë mirë se nëse gjaku nuk do të qarkullonte në dorë, mjekët mund edhe t'ja prisnin, pasi të dilte që aty. Ky do t'ishte edhe fundi i ëndrrës së tij për të bërë kirurg. 4 ditë në ngërmadha, Francesco i kaloi mes gjendjes së komës edhe zgjimit të turbullt, mes frikës dhe ankthit që i shkaktonte dora e tij nën kolonët e betonit. Jashtë gërmadhave, grupet e shpëtimit punonin natë e ditë, e bashkë me ta, edhe vëllezrit edhe babai i Francescos, të cilët nuk e kishin humbur shpresën për ta gjetur të gjallë dhe ashtu ndodhi. Francesco u gjeti gjallë pas 4 ditësh kërkimesh të pandërprera. Po, u gjet në ngërmadhat e spitalit. Gëzimin e shpëtimit të tij e prishi vetëm vendimi i skuadrës së shpëtimit, të cilët vendosën t'ia presin dorën e zënë nën kolonën prej betoni, që të mundsohej nxjerrja e tij. Menjëherë ati tregoi për ëndrrën e të birit, i cili dëshironte të bëhej kirurg, dhe të gjithë të afërmit e kundërshtuan idenë e prerjes së dorës. Kështu skuadra e shpëtimit i hyri dhe një procesi tjetër të lodhshëm, duke punuar për orë të tëra për ta shkërmoqur pak e nga pak kolonën që i kishte zënë dorën kirurgut të ardhshëm. Me ta nxjerr, ata e dërguan me urgjencë në spital. Por zgjidhja që i jepnin mjekët e spitalit nuk ishte më e mirë se ajo e skuadrës së shpëtimit. Ndërprerja e qarkullimit të gjakut në dorë kishte bërë që dora të mos zhvillohej dhe të vdiste. Ata u detyruan t'ia presin 4 gishtat e dorës së djathtë për të garantuar dorën dhe krahun. Pasi Francesco si doli anestezia, filloi të numëroi dëmet të cilat nuk i zëvendësoheshin më kurrë. Si do të mund ta realizojë ëndrrën e tij për të bërë kirurg me një dorë të vetme? A ishte e mundur kjo? Që në shtrat, në spital, filloi të mendojë se kush mund t'i vinë në ndihmë. Menjëherë u vënë në kërkim të një doktori, i cili mund t'i bënte transplantim gishtat e këmbës tek dora e tij e djathtë. Me ta gjetur doktorin për këtë, ai bëri çmos derisa ai ja arriti. 4 gishtat e këmbës së tij të djathtë ju transplantuan në dorën e djathtë, duke zëvendësuar gishtat e humbur. Transplantimi mblodhi kok më kok 8 kirurg të shquar dhe zgjati 14 orë. U përdorën edhe mikroskop për lidhjen e nervave, arterieve dhe venave, por me transplantim të gishtave të këmbës nuk përfundoi gjithçka. Në fakt gjithçka sapo kishte filluar. Mjeku të ri i lipsej të familiarizohej me gjithë këtë ndryshim të madh. Syt, mendja dhe trupi duhej të mësoheshin me pamjen dhe ndryshimin e ri as pak normal. Francesco s'ju desh kohë gjatë për të bërë ushtrime pafunde dhe të dhimbshme, të cilat në të shumtën e rasteve ishin të pasuksesshme në përdorimin eficient të gishtave të ri. Thjesht kapja me gishta e penës apo zbërthimi i kopsave të këmishës ishte një proces i vështirë dhe i dhimbshëm. Me kalimin e disa muajve, Francesco arriti që maksimalisht të hedhë firmën e tij me dorën e djathtë. Pas kësaj, ai i shtoi ushtrimet dhe arriti të ndajë perimet, frutat dhe të shkruaj. Gjatë gjithë kësaj kohe, i thoshte vetes se organet e njeriut janë programuar të tilla që të familiarizohen me ndryshimet që u ndodhin në jetë. Thjesht duhet durim pafund, ushtrime të gjata dhe shpirt luftarak që nuk shuhet. Me kalimin e kohës dhe arritjen e disa rezultateve të kënaqshme, Francesco u kthye sërish në spitalin Mexico City, tek ai spital që i kishte marrë gishtat e dorës. Ai filloi të ushtroi profesionin e tij si mjek, por jo aty ku ndërronte ai. Ai mundej të ofroj vetëm një asistencë modeste në mjekimin e plagëve dhe fashimin e tyre, por jo më shumë. Megjithatë, mjeku i ri nuk lodhej dhe nuk kishte dorë nga ëndra e tij e dashur. Punën e bënte plot me pasion, derisa arriti edhe të qep plag. Një nga mjekët kirurg e kishte ndjekur gjatë gjithë kësaj kohe, teksa punonte me zell dhe përkushtim.
Një ditë ai e pyet nëse dëshironte të asistojë në një operacion dhe sigurisht që përgjigja ishte pozitive. Francesco kishte menduar se thjesht do e ndjek me syje dhe maksimumi, kirurgu do e lejoj t'i pastroj pacientit plagët edhe ta mjekoj, por jo. Pasi kirurgu kishte filluar punën, në gjysmën e procesit ai i heq dorezat, sheh Francesco në sy dhe i thot: "Hajde, mbaroje ti gjysmën e punës." Ishte një surprizë e madhe, por Francesco nuk mund ta lejonte t'i shpëtoj nga dora ky shans. Prandaj bëri çmos që për një orë ta mbyll pjesën tjetër të operacionit, i cili nuk kërkonte më shumë se 10 minuta, po të zhvillohej nga një doktor tjetër. Pikërisht kjo orë ajo që bëri ndryshimin tek Francesco, i cili më pas filloi të njihej si doktori që bënte ndërhyrjet kirurgjikale me këmbë. Ai as që mërzitej nga kjo, pasi në fund të fundit kishte një pjesë të vërtetë. Pas kësaj dite, Francesco pati edhe disa raste të tjera ndërhyrjesh kirurgjikale. Ai u specializua në kirurgjin plastike dhe kaloi me punë në Meksiko. Vetë Francesco tregon se puna e tij me operacionet plastike është punë shumë e vështirë dhe e di mirë frikën që ka plon çdo pacient teksa i nënshtrohet një ndërhyrje të tillë. Morali: përderisa ke vullnet të çelikt, do të gjendet edhe një zgjidhje e mundshme për realizimin e ëndrrës tënde. Sado e rëndë të jetë fatkeqësia jote, mos harro se dëmshuria hyjnore është më e madhe, por ajo nuk shfaqet vetëse fal mundit edhe përpjekjeve të pandërprera. Nëse shep rreth teje dikë që ka një ëndër dhe bën çmos që ta realizoj, jepja shansin dhe mos kërko të jesh pa rival. Jepja tjetrit shansin që të tregoj aftësitë e tij.